kur del para Allah subhanahu wa ta'ala, të merën llogari, para mendoj dashur jam. Peshë ndjeje që çështu ka mendon, vallahi çështu ka mendon. Billahi kështu ka mendon. Ditën e Kiametit kur nis llogaria, nisin më thirr njerëz një ka një. Para mendoj, ndije që tash kur të kanë të thonë o filan i biri filanit. Hajde me dal para Allah subhanahu wa ta'ala. Hajde me dal para Allahut subhanahu wa ta'ala o filan i biri filanit. Që ta ka në hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për një momenteve që është i përshkruar, thot kur thirret një person i cili mund të më konë edhe ti, se ne na gjuna hashar, bojnë mëkate në sot, thot Allah subhanahu wa ta'ala e merr dhe e fut ndër krahun e tij. I thot ja abdi, atadhkuru yawman kada wa kada wa kada. Atë kujtohet të robja. Vetëm, jo me ndinjas. Atë kujtohet të robja në filan ditën, në filan vendin, në filan orën, filan çastin e këpo kështu. Ky rob vetë thot helekt, u shkatova. Vaj halli për mu, se pjanis kujton që përdojnë Allahu me janë numëru gjunohet një ka një krejt. Ama Allahu arhamar rahimin, nuk mundesh me gjithë vallahi dikon ma të më shëshëm se Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu te baraka wa ta'ala është arhamar rahimin. Atëherë thot ja abdi, thot o robi jam, thot inni qad satartuka fi dunya, thot i kom lum, thot në dunja krejt i kom lum. S'ti ka pa kur gjunohet tuja, fa ana akfiru li, thot unë thot unë sot po t'i falë ty. Ja Rab, na falë neve. Na i falë prind. Ja Rab, na falë gjithë, ja Rab, Allah i dashurit e mi. Allah i se na e në njerës gjuna qarë që i bëjmë Allah që në fa. Ja shpesh herë, ndoshta dhe i ikim syve tjerëve, po e harrojmë që Allah subhanahu wa ta'ala nashe. Po, mos e harron se Allah subhanahu wa ta'ala apet është rahim, është i mëshirshëm. Falë Allah i billahi, po të pret, më u pëndu, të pret më ju këthy. Kur e bën një të mirë, i thot me lajkeve shkruja në me një herë. Kur e bën një gjuna, i thot me lajkeve mos ja shkru një të keqen. Pret 6 orë. Qësa i mëshirshëm? Parat Allah u thot në Kur'an, në surën Infitar, ja ayyuhal insanu ma garraka bi rabbikal karim, o ti njeri, pse po ik pe Zotit tënd bujar? Vallahi disa njerëz ik pe Allah subhanahu wa ta'ala. Allah çdo ditë na thirr më u pendu në të ai. Allah çdo ditë thot o robi jam, hajde këthau të one, yad'ukum li yaghfira lakum, ju thirr juve më fal. Allah thirr ty dhe mu. O vallahi gjinat e tuja edhe kupën e qiellit. Me mbri, gjinat e tuja me mbri kupën e qiellit. Allahu t'i fal. O biri Ademi, thot nëse vjen me gjinat e tuja kanë mbri kupën e qiellit. Më kërkon falë në të falë. Thot më takon mu, po shirk s'ki bo. Si ki bo Allah të shirk. Ke pas akide të mirë, pas të që Allah ka kërku pejteje. Edhe nëse gjinat tuja e mbrin kupën e qiellit, kërkon falë në t'i falë gjinat. Allahu është gafur. Kjo është Zoti jonë.